Tani jemi në procesin e numërimit të votave preferenciale, padyshim që ka një moment jo të zakonshëm, pasi Partia Socialiste në gjithë fushatën elektorale lëshoi të gjithë arsenalin edhe të administratës shtetërore, por edhe të mjeteve financiare dhe grupet kriminale për të ndryshuar rezultatin në qarkun e legjes. Por fal këmbguljes së qytetarëve dhe strukturave të Partisë Demokratike, sot jemi në këtë rezultat që jemi, pavarësisht dëshirës dhe momentit të cilët të zgjedhje kaluan, dhe që të them të drejtë, këto janë zgjedhjet më të pranueshme dhe po t'i referosh raporteve ndërkombëtare dhe institucioneve ndërkombëtare, rezulton sipas një analize të bërë që këto zgjedhje mund të krahasohen me zgjedhjet e 2001. Zoti Gjoni, opozita duket sikur po bën alibin e humbjes gjatë këtyre 48 orëve që kur kanë filluar të kuptojë trendi i votës dhe deri tani që Partia Socialiste ka marrë 83 mandate. Por, me sa duket, kjo alibi nuk funksionoi për shembull aty në qarkun tuaj në Lezhë. Jo, alibia këtu në qarkun e Lezhës, sepse këtu kishin një mirë organizim të strukturave të Partisë Demokratike dhe strukturat e Partisë Demokratike për një periudhë një vjeçare në ndërtimin tim deri në momentin e kandidimit ishin rifreskuar dhe ngritur gjithçka nga momenti i fillimit. Përveç kësaj, ne kishim angazhuar pjesën e strukturave dhe të njerëzve të cilët ishin në qofse mund ta themi në mbrojtjes civile të votës dhe padyshim që kemi lëvizur dhe jemi vendosur mbrapa të gjithë strukturave të Partisë Socialiste, duke i vëzhguar, duke i fotografuar apo duke ushtruar presion pozitiv në mënyrë që mos të bëj siç ka ndodhur në vende të tjera një kasapam pra pikërisht, vota e Lezhës tregoi që pavarësisht se çfarë mund të bëjë qeveria, pavarësisht se mund të ketë pushteti lokal siç ka në Lezhë, nëse punon mirë partia, nëse vë kandidatët e dur, ja pra që u fitoka në zgjedhjet. Tani nuk është kaq e lehtë sepse mekanizmi shtetëror dhe i manipulimit të zgjedhjeve në Lezhë është ngritur në një infrastrukturë të cilën secili prej nesh e njohim, padyshim që këtu janë dy element të cilët janë të lidhur edhe me dosjen 184, por rezultoi që strukturat e Partisë Demokratike, të them të drejtën, kanë qëndruar pothuajse çdo natë deri në orën 4 në ndjekje të elementeve. Mirë, se po shohim pak edhe trendin e votave. Lezhë në fakt pas kanë çik më shumë vota Partia Socialiste, kurse Mirdita dhe Laçi janë ato që kanë bërë mandatet llogaritë në nivel qarku. Ato që kanë bërë, mirë, ato që kanë bërë diferencën e votave. Por duhet kishim dhe ca të tjerë si Gjini në përqarqet e tjera, do të flisim për një rezultat tjetër mbase. Gjin, kur të thoja unë që sulen banditët në fushat, nuk e ke pas besuar më përpara, po ja që e provove vetë. Padyshim, unë e dija, por tani është një realitet të cilët po e përjetoj dita ditës. Gjithsesi dhe nuk është zoti Rama, pjesa më të mërshme është kur shef zyrtar të Bashkisë së Lezhës ose njerëz të cilët kanë pushtet, drejtor keqi, drejtor hipoteke, drejtor të IKMV-s që shkojnë dhe përdorin njerëzit edhe vetë prefekti duke takuar njerëz, duke mbledh karta ose kësaj natyre që të merren me shitblere direkte. Unë e kuptoj që grupet kriminale... Përveç tërë këtyre njerëzve që ju thatë, atje keni patur të deleguar për Partinë Socialiste vetë ministrin e drejtësisë, kështu që fitoria juaj merr një vlerë të veçantë, po të kemi parasysh se kë ke patur përballë. Padyshim çdo fitore merr vlerën e veçantë, por unë nuk do e konsideroja sepse ne kemi ruajt një raport i cili ka qenë edhe në zgjedhjet e 2021-sit, padyshim që do ndjeheshim më mirë në rast se rezultati do ishte 5-2, por kjo mundoce në kushte normale. Ne jemi në kushte të jashtëzakonshme dhe për mendimin tim ky është shkatërrimi total i zgjedhjeve në Shqipëri dhe është e tmerrshme që sot në vitin 2025 Shqipëria mos të zhvillojë zgjedhje të lira dhe të lehtëse. Pra, me një shtet 10 vjeçar Kosova i pranon zgjedhjet në 24 orë, 48 orë të para, kurse në Shqipëri është bërë praktik për shkak
të manipulimit të skajshëm të këtyre zgjedhjeve. Shikot, mos flasim më për Kosovën, se Kosova me ato 14 votime, apo nuk e di sa i ka shkuar numri për kryetaren e kuvendit që nuk po ja voton njeri Albulena Haxhiun, nuk është më shembull demokracie për të marrë. Megjithatë, standardi i zgjedhjeve atje është tjetër gjë dhe nuk krahasohet me Mirë, po dhe atje 3 muaj të mbajnë peng zgjedhjet. Ata bëjnë zgjedhje prapë, zgjidhin problemin. Ne nuk e Problemi i zgjidhjes së koalicioneve ose i formimit të qeverisë është një problem që nuk ka lidhje me rezultatin e zgjedhjeve. Padyshim që kur platformat nuk përpucen, por ama zgjedhjet janë certifikuar si të lira dhe të ndershme. Në Shqipëri, sipas raporteve, rezulton dhe unë sot po lexoja edhe materiale të cilët vinë edhe nga Parlamenti Evropian, por edhe nga institucionet të tjera ndërkombëtare, dhe më rezulton edhe sipas një analize të Birnit të realizuar ditën e sotme, që zgjedhjet e 2025-s krahasohen me zgjedhjet e 2021-shit. E qartë. Mirë, zoti Gjoni, ju falenderojmë shumë, po e saktësojmë edhe njëherë, me qënë se ju referuam, Lezhë pas ka 1050 vota plus Partia Socialiste, Kurbini ka 1260 vota plus Partia Demokratike, ndërsa Mirdita 1400 vota plus po Partia Demokratike. Ju falenderojmë shumë që ishit me ne, edhe ju kam parë që keni qenë shumë aktiv, po thuaj se keni marrë atributet e kreut të qarkut të Jo, në mënyrë më absolute, unë përfaqësoj vetëm pjesën e Lezhës, drejtuesi i qarkut, patyshim që është edhe në Kurbin, edhe në Mirdit, dhe ka një sferë dhe gamë shumë më gjerë se sa e Ilja. Mirë, faleminderit dhe suksese, urime njerë Faleminderit dhe kënaqësi. Për fitoren e qarkut, tani mbetet për të parë nëse do të merrni mandatin. Mbase do t'jetë treguar kaq të saktë në përzgjedhje dhe t'jesh edhe deputet në Kuvendin e Shqipërisë. Të falenderoj zoti Rama, kënaqësi. Gjithë mirat. Faleminderit.